Kryeministri Edi Rama rihapi një debat të vjetër, atë të pagave të gjyqtarëve, përmes një postimi në rrjetet sociale. Ai akuzoi gjyqtarët se duan miliona lek shtesë, edhe pse paguhen shumë më tepër se disa kategori të tjera. Sulmi i tij erdhi pas një reagimi nga shoqata e gjyqtarëve, e cila kërkoi të ndalen presionet ndaj kushtetueses, sa i takon çështjes Balluku. Si duket kjo nuk u ka përdi nga Rama, i cili i doli tek pagat, duke dashur të tregojë se po tentohet një republik gjyqtarësh apo prokurorësh. Sipas tij, ata e dinë detin kos dhe duan pagash e ikësh. Bëhet fjalë për një kërkesë të bërë në kushtetuese nga Unioni i Gjyqtarëve, i cili ka kërkuar rritje të pagës së gjyqtarëve me afro 800 euro. Bëhet fjalë për një çështje që ka shkaktuar debat që në muajin qershor, periudhë kur u depozitua padia. Në atë kohë Edi Rama reagoi ashpër, duke ushtruar presion ndaj kushtetueses. Bëhet sot në GKK seanca e radhës për dosjen Partizani me të pandehur ish kryeministrin Sali Berisha. Të ëndrin e tij Amarbër Maltezi dhe 3 të tjerë. Seanca nis në orën 12:30. Seanca e kaluar u shty për shkak të mungesës së avokatit Sokol Azizaj dhe Vasilika Hysit, që mbrojnë biznesmenin Fatmir Bektashi dhe 2 kompanit. Më herët gjykata rrëzoi kërkesën e Berishës dhe të tjerëve për pavlefshmëri të akteve dhe provave që janë gjetur nga SPAK, me argumentin se kërkesa është e pabazuar në ligj dhe prova. Bëj fjalë për vendimet e marra nga gjyqtarja e hetimeve paraprake Irena Gjoka, e sulmuar nga Berisha. Kompania më e madhe e mbrojtjes në Izrael, Elbit Systems, është pezulluar nga Agjencia e Prokurimit të NATO-s për shkak të një skandali të madh korrupsioni që përfshin akuza për rishfet dhe praktika të sanksionueshme, raporton media investigative Follow the Money. Agjencia e Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s, NSPA, pezulloi Elbit Systems dhe degën e saj Orion Advanced Systems më 31 korrik. Pezullimi pasoi shfaqjen e akuzave serioze që tregonin përfshirje të mundshme në praktika korruptive nga kompania izraelite. Pezullimi e pengon Elbit të konkurrojë për tendera të rinj dhe disa nga kontratat e saj në vazhdim janë pezulluar. Një ngjarje e rëndë ka tronditur kampusin e Universitetit Shtetëror të Kentuckit në Frankfort SBA, ku ka ndodhur një sulm me armë zjarri. Si pasojë të shtënave, një student ka humbur jetën dhe një tjetër ndodhet në gjendje kritike. Policia e qytetit njoftoi se një person i dyshuar, i cili nuk është student i universitetit, është arrestuar menjëherë pas incidentit. Ngjarja ndodhi të martën pasdite në një konvikt në pjesën jugore të kampusit, ndërsa autoritetet vendosën izolimin e menjëhershëm të universitetit, duke thënë se po i përgjigjeshin një agresori aktiv. Papa Leo XIV ka reaguar për komente tronditëse të presidentit të SBA-s Donald Trump në intervistën e tij, ku tha se Europa po kalbet dhe kishte udhëheqës të dobët. Papa këmbguli se Evropa duhet të ketë një rol në çdo marrëveshje paqeje në Ukrainë dhe kritikoi ato që ai e quajti përpjekje të administratës Trump për të shpërbërë aleancën e gjatë SBA-Evropë. Ai foli me gazetarët pas takimit me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i cili është në një turne tjetër për të mbledhur mbështetjen evropiane për Kievin. Papa Amerikan tha se ata diskutuan nevojën për një armë pushim dhe përpjekjet e Vatikanit për të lehtësuar kthimin e fëmijëve ukrainas të marrë nga autoritetet ruse. UNICEF ka nisur një apel të ri global humanitar për vitin 2026, duke paralajmëruar se 73 milion fëmijë në 133 vende kanë nevojë urgjente për ndërhyrje shpëtimtare. Organizata thekson se deri në fund të vitit 2026, mbi 200 milion fëmijë do të jenë të varur nga ndihma humanitare për shkak të konflikteve, fatkeqësive natyrore, zhvendosjeve masive dhe krizave ekonomike. Sipas apelit për veprim humanitar për fëmijët, UNICEF kërkon $7.66 miliardë për të mbështetur fëmijët e prekur, përfshirë 37 milion vajza dhe mbi 9 milion fëmijë me aftësi të kufizuara. Një hetim i gjerë ndërkombëtar ka zbuluar se një dhurues sperme, i cili pa dijenin e tij mbante një mutacion gjenetik që rrit ndjeshëm rrezikun e kancerit, ka bërë të mundur lindjen e të paktën 197 fëmijëve në të paktën 14 vende europiane, përfshirë edhe Shqipërinë. Zbulimi ka tronditur familjet e prekura dhe ka ngritur sërish shqetësime për rregullimin e tregut ndërkombëtar të spermës. Dhuruesi, i cili e ka kryer këtë procedurë që prej vitit 2005 kur ishte student, rezultoi të ketë një mutacion në gjenin TP53, i njohur si shkaktari i sindromës së rrallë Li-Fraumeni. Ky mutacion rrit deri në 90% rrezikun e zhvillimit të kancerit gjatë jetës. Disa nga fëmijët e lindur me këtë mutacion tashmë janë diagnostikuar me kancer, ndërsa disa kanë ndërruar jetë në një moshë shumë të re. Mjekët që trajtonin këta fëmijë ngritën alarmin në një konferencë ndërkombëtare të këtij viti, duke vënë re se një numër i madh rastesh të ngjashme po lidheshin me të njëjtin dhurues.
FIFA ka njoftuar se në Kupën e Botës së vitit të ardhshëm do të aplikohen pushime 3 minutëshe për hidratim në çdo pjesë loje, jo vetëm në ndeshjet që zhvillohen në kushte të nxehta. Arbitri do ta ndalojë lojën në minutën e 22 të secilës pjesë në mënyrë që lojtarët të mund të pinë ujë, pavarësisht temperaturës, vendit pritës SBA, Kanada apo Meksik, ose faktit nëse stadiumi ka çati dhe sistem ajrimi. Ky ndryshim pritet të favorizojë edhe transmetuesit, duke e bërë orarin e ndeshjeve më të parashikueshëm. FIFA bëri të ditur se kjo ide u diskutua fillimisht pasi drejtori ekzekutiv i turneut të Kupës së Botës 2026, Manolo Zubiria, mori pjesë në një takim me transmetuesit.